Zhvillimet brenda shtëpisë së Big Brother VIP të japin përshtypjen se je duke parë një telenovel dramatike turke. Lidhje, dashuri, zhgënjime dhe shoqe që kanë patur të njëjtin partner janë episodet të këtij formati. Vëmendje më të madhe e ka marrë historia e dashurisë së Albës dhe Limit, por pas hyrjes së Limit në shtëpi, u zbulua se ai, kur ka qenë jashtë, nuk ka patur lidhje vetëm me Albën, por edhe me 2 vajza të tjera brenda shtëpisë që aktualisht janë shoqet e Albës. Fillimisht, Alba u përplas me Bian kur mori vesh se ajo ka qenë e dashura Limit në kohën kur kanë qenë jashtë. Madje pranoi se ka fjetur me të. Kjo solli dhe tërbimin e Albës, e cila e nxorri zvarr nga krevati Bian dhe i tha se e kishte konsideruar si shoqe, ndërkohë që Bia pas ka qenë e lidhur me të dashurin e saj. Por së shpejti, pritet të zbulohet edhe një tjetër banore, e cila ka patur lidhje me Limin jashtë shtëpisë. Në rrjet po qarkullojnë foto të Limit dhe të Dolçes, për të cilët analistët e këtij formati thanë se Limi dhe Dolça kanë patur njohje jashtë, madje edhe mënyra se si afrohet brenda shtëpisë. Dolça Limit tregon se ata të dy kanë patur njohje shumë kohë përpara se të takoheshin brenda shtëpisë së Big Brotherit. Miqtë të Limit tregojnë se ai ka pasur shumë miqësi me Dolçen para se të futeshin në shtëpi. Nëse ndonjë veprim i Dolçes dhe i Limit do kuptohet nga Alba, pritet një tërmet i vërtet brenda shtëpisë. Gjithsesi, pritet për të parë se çfarë do të ndodhë në vijim.